kam dieninë dhe sikur ta kisha dieninë nuk mund ta publikoja, por për momentin sigurisht që ka një grup hetimor dhe grupi hetimor në përfundim të hetimeve dhe në përfundim të analizës të provave që do të ketë në dispozicion do të mund që të zbardhë të gjithë dinamikin e ngjarjes dhe modus operandi të personit që është. Përpara se të vazhdojmë edhe me analizën e mëtejshme, janë dy elementë të cilët do doja që të diskutonim. Pikë së pari lidhet pikërisht me kamerat e sigurisë të cilat janë ndjekur tashmë nga policia dhe nuk kanë rënë më në gjurmët e tij, paçka 24 orë tashmë kanë kaluar. Avokat, postobloqe të mëdha janë vendosur edhe në Tiranë, kishte shumë kontrolle edhe kur i kemi parë dje fizikisht apo edhe sot ka pasur. Cilat janë pistat që mund të hetohet aktualisht? Realisht një arratisje e tillë mund të vijë në kryeqytet, pra ku masat janë më të shumta, ku ka më shumë qytetarë që pavarësisht se mund të njihet, pra mund të jetë më i rrezikuar si pamje, mund të ishte kryeqyteti le të themi strehimi i parë që ai mund bënte? Kjo do të shikohet edhe do të verifikohet. Unë besoj që ka një punë të mirë të policisë së shtetit, le ta themi, jo të gjitha pistat bëhen publike dhe jo të gjitha provat që ka policia e shtetit do t'i bëj publike, sigurisht që do t'i bëj publike në momentin e duhur. Më pas se ku ka shkuar ky person, i përket policisë së shtetit që ta gjejë dhe patjetër që në pjesën e dytë të pyetjes suaj, sigurisht që keni një të drejtë, për aq kohë sa ka kaluar 24 orë dhe nuk është gjendur, por sigurisht që sipas praktikave ndërkombëtare, se nuk është rasti i parë dhe i vetëm Shqipëria, sidomos në Greqi, një numër i konsiderueshëm çdo vit arrini që të arratisen nga vendet e qëndrimit, pra nga parburgimi ose nga burgimi, një numër i konsiderueshëm i të dënuarve, dhe patjetër që nuk kapen për 24 orë, as për 48 orë, as për 72 orë, sigurisht që kërkon një kohë të caktuar dhe hapja e pamjeve filmike, qelizat telefonike dhe të gjithë të tjera. Dhe ndonjëherë nëse fshihet apo jo në kryeqytet, që nuk mund të them, por ndonjëherë sipas parimit që nëse do të fshesh diçka lere në vendin më të dukshëm. Se për të kuptuar pak psikikën e njeriu që është në arratisi, realisht do vinte në gryk të ujkut ku janë gjithë policit apo që Tirana është më e mobilizuar, apo do preferonte dalje të tjera, fshatra, nuk kemi të bëjmë me një vrasje apo me një nga ato ngjarjet që ne shohim që digjet makina, automjeti etj, këto skena nuk i kemi parë, por Mosa mbaj mentu një nga personat që ishte mi kërkuar në Shqipëri, ishte në shtëpi me qira, në një apartament me qira, pe rruga Minepesa përballë me komisariatin numër 3 dhe përballë me burgun 302. Pra jo domosdoshmërisht që vendet më të dukshme janë vendet më pak të sigurta, sepse është e vërtetë që ka plot fshatra, por në fshatra të gjithë e njohin njëri tjetrin dhe në Shqipëri fatmirësisht apo fatkeqësisht rrjeti i spionazhit është shumë i zgjeruar, aty është një shprehje e Hitlerit dhe e Gjermanisë naziste që në gjithë botën spionët nuk kushtuan një thes me para. Në Shqipëri duhet të rrije që të pushonin mos jepnin informacion. Kështu që besoj që është më vështirë të fshihesh në një fshat sesa në qytete të mëdha. Okej, mirë, pastaj duhet parë edhe patjetër policia mbase mund të ketë informacione edhe më shumë, ata janë duke kryer punën e tyre. Edhe postobloqet kufitaren, timsi, patjetër, edhe gjithë sigurit që duen lidhja edhe me kufirin nëse mund të ketë kalim paktën në këto 24 orë për te kufirve. Mirë, për te qëndruar dhe njërë tek emri, tek Altin Goci, me arratisjen kishim para burgim, dalim të tip, akuza për vrasje, për kokain, për përdorim të armëve, ishtohet edhe arratisja. Çfarë rrezikon në këtë rast? Penalisht? Praktikisht asnjë gjë, sepse edhe sikur të dënohet për largim nga vendi i qëndrimit, për vepra penale për cilat ai dyshohet, ka një mash shumë të lartë të dënimi, kështu që do të shkojmë me bashkim të dënive me përthithje. Sipas kodit penal, largimi nga vendi i qëndrimit është një vepër e cila dënohet me burgim nga 3 deri në 5 vite burg. Kështu që praktikisht ajo që ka kryer dje në raport nëse do të dënohet gjithmonë, sepse është parimi i prezumimit të pafajësisë, praktikisht të rrezikon pak apo as pak. E qartë. Mirë, zoti Hoxha, të kërkoj vetëm pak vëmendje